U rikthyem sërisht në studio për të vazhduar gjithmonë në pjesën e dytë me të ftuarit tanë special që i kemi çdo ditë nga e hënja deri të premten. Këtë mëngjes i kushtojmë vëmendje, domethënë temës së pensioneve dhe rëndësisë së planifikimeve për të ardhmen. Për këtë bisedoj me zonjën Pranvera Ayazi Suma nga Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimeve Pensionale të financuara kapitalisht. Përshëndetje zonja Pranvera, mirë se erdhët në emisionin Ritmi i ditës. Përshëndetje Rehan, faleminderit për ftesën, i përshëndes të gjithë shikuesit e emisionit tuaj. Zonja Pranvera, mund të na thoni se MAPAS është institucion kryesor për mbikëqyrjen e sigurimit pensional të financuar kapitalisht. Çfarë domethënie ka për ju dhe institucionin dita e vetdijes pensionale? Pse është kaq e rëndësishme të themi për publikun? 15 shtatorit dita e vetëdijësimit pensional është shumë i rëndësishëm për ne, se ne këtë që disa vite me radhë e organizojmë si fest e jona, si fest e MAPAS-it, do me thonë si ditëlindje, dhe me atë i informojmë qytetarët dhe antarët tanë në përgjithësi për sistemin tonë pensional, për informimin, për transparencën dhe për atë se si funksionon sistemi për 3 shtyllat, për informim, do me thënë, më shumë thekë si japim të rinjve të informohen sa më shumë për këtë sistem. Gjithashtu kemi parë në rrjetet sociale keni pasur aktivitete të shumta në parkun e qytetit. Cilat ishin të themi mesazhet kryesore që i drejtuat qytetarëve në këtë ngjarje kaq të rëndësishme për juve si agjencion? MAPAS-i që 10 vite me radhë organizon edukime publike, dhe këtë vit ishte shumë e rëndësishme dhe këtë vit i dham theks më tepër me moton pension pa tension, kurse sot për një të ardhme më të mirë. Dhe në periudhën e kaluar kishim shumë ngjarje edukative në shkollat të mesme dhe si ngjarje më kryesore me 15 shtator ishte dita në shkollën, ishte aktiviteti kryesor u mbajt në si ngjarje në shkollën e mesme në Zdravko Cvetkovski. Por aktiviteti në park ishte shumë zbavitës, ishte interesant se i ftuam të gjithë opinionin publik dhe kishte më të vjetër, të rinj dhe fëmijë. Aty të gjithë qytetarët mundeshin të ofrohen më afër me neve, të pyesin për gjithçka që ju intereson, për sistemin, për 3 shtyllat, dhe theksi më shumë ishte te ajo se ne informojmë çdo vit antarët, do me thënë shoqëritë, me zarfin e gjelbërt. Ajo është një informim për të gjithë llogarinë e tyre individuale, sa para kanë, si investojnë ato para dhe si është gjendja e tyre financiare. Dhe mund të na thoni se ju e cekët të më herët që keni vizituar edhe shkollat e mesme. Po, këto 10 ditë ishim shumë aktiv. Keni qenë shumë aktiv, ju kemi parë në rrjetet sociale. Çfarë patën mundësi të mësojnë, të themi, vizitorët në këtë ngjarje, qofshin nxënësit e shkollës, po besoj që në atë shkollë ka pasur edhe mësimdhënës. Përveç, cilët ishin, të themi, pyetjet më të shpeshta që ato i bënin dhe që ishin kureshtar për ditur? Po, ato besoj se të rritë është shumë tabu tema pensioni. Dhe ne, kur me që filluam kampanjen, donim më tepër të informojmë të rritë, se ato janë, do me thënë, e ardhmja jonë. Dhe donim të cekim atë se, për shembull, me rrogën e parë, ti vetëm se duhet të planifikosh të ardhmen, duhet të kursesh për pension. Ato ishin shumë të interesuar për që di, shumë mirë kaluam në për shkolla, ishim të shkollat Cvetan Dimov në Shkup, si që ceka dhe të Zdravko Cvetkovski, në Tetov të shkolla Mihajlo Pupin, në Radovish, dhe edhe në shkolla tjera, do me thënë deshën të përfshim të gjithë Macedonin, mirë po ka shumë, edhe shumë që nuk i kemi përfshi, për një aftë qatë që është kapaciteti. Keni pasur mundësi. Po.
shumë kaluam mirë, shumë ishte aktive, ishin aktiv nxënësit. Edhe kishte një aktivitet shumë interesant, se e bënëm një quiz për ato, për nxënësit, dhe ato ashtu ishin shumë aktiv. Do me thënë, më ndëgjojshin me vëmendje, se për shkak mandej i pyetnim me pyetje dhe i jepnim dhurata në fund të prezentimit. Për të fituar, do me thënë ka fituar quizin, ai që ka fituar ka marrë dhurata. Ashtu. Dhe ishin shumë aktiv, besoj se prekëm të pak, sa do pak i informuam për sistemin, për 3 shtyllat, se do me thënë në Maqedoni janë 3 shtylla pensionale. Shtylla e parë është ajo shtetërore, shtylla e dytë është me kapital të finansuar, mirë po është obligative, ndërsa shtylla e tretë është vullnetare. Në shtyllën e dytë, do me thënë, janë të gjithë, bëjnë pjesë të gjithë të punësuarit pas vitit 2005. Po sa ka interesim të themi për këtë shtyllën e tretë të themi të qytetarëve, të cilët investojnë, duan të kursejnë të themi? Po shtylla e tretë është, siç e theka, është vullnetare. Po, edhe të gjithë qytetarët prej 15 deri në 70 vjeç kanë të drejtë të antarësohen. Ajo është, do me thënë, si pagesë shtesë, secili qytetar që ka, ne edim se nuk kemi edhe shumë paga të larta, mirë po është mirë të kursejmë sa do pak, do me thënë ajo është sa do në ti, sa ke ti mundësi, nuk është me ndonjë përqindje. Me pagesat të vogla, mirë po të regullta, mund të kursejmë për një të ardhme më të mirë. Pikërisht. Mund të radhoni se ma pas dukshëm të themi është një institucion. Cili është roli i juaj në këtë institucion dhe cili është roli i Këshillit të Ekspertëve brenda MAPAS? Unë jam këshilltare e kryetarit të Këshillit të Ekspertëve dhe në atë drejtim jam e kyçur në të gjitha aktivitetet që bëhen në pjesë, do me thonë, në ngritjen e ndërgjegjësimit pensional, me rëndësi dhe për rëndësinë, do me thonë, e sistemit. Së bashku me Këshillin e Ekspertëve, analizojmë gjendjen e sistemit me qëllim përmirësimin e shërbimeve dhe transparencës ndaj antarëve në sistemin pensional. Zonja Pranvera, mund të na thoni se si e vlerësoni nivelin e vetdije dhe njohurive të qytetarëve që kanë sot për sigurimin pensional të themi në vendin tonë? Vetëdijësimi gradualisht po rritet. Do me thonë, por ende ka hapësirë për përmirësim. Unë thash se këto 10 vitet e fundit me këto aktivitete, me këto edukime, do me thonë fushata publike, ne duam të prekim më tepër të qytetarët, se nuk është edhe aq që e din ato. Do me thonë është pak si teme e re dhe mendojmë se çdo herë, do me thonë, duhet vetëm pensionistët të din këtë temë. Mirë po më shumë, me rëndësi është që të rinjtë të din të edukohen me kohë, do me thonë se ato do të jenë me pagën e parë fillon planifikimi i ardhmërisë së tyre. Se sa do pak që të kursejmë, ne do të kemi një ardhmëri më të mirë. Ajo ishte edhe motoja e fushatës këtë vit. Dhe mirë po ne vazhdojmë, apasi do të vazhdojmë vazhdimisht për edukim më të gjerë dhe nuk do ndalemi derisa të shohim se deri dikun njerëzit janë të njoftuar me këtë. Mund të na thoni se cilët janë sfidat më të mëdha me të cilat përballeni për t'ju ofruar temën e pensioneve deri tek të rinjët? Domethënë, sa edhe të rinjt të themi, janë të interesuar për ditur më shumë për pensioni. Ju e cekët edhe në fillim që bëhet fjalë për një të ardhme më të mirë që të edukohen, që të informohen sa më herët para kohës, para se të punëson apo të filloj një jetë të re, të themi kështu konkretisht. Po, sfida më e madhe është perceptimi se pensioni është një temë e largët dhe jo aktuale për të rinj. Për më tepër në epokën e informacioneve të shpejta dhe komunikimit digital,
është e nevojshme vëmendja të mbahet përmes formave kreative dhe interaktive. Detyra jonë është të tregojmë se çdo vendim që marrim sot në të ardhmen do të ndikojë në të ardhmen dhe se ngritja e vetëdijes për investim në të ardhmen është misioni kryesor. Do me thënë, jo se vetëm në pleqëri duhet të mendojmë pensionin duhet të mendojmë si në rini. Me vëmendje në, do me thënë, ne tash me këtë format digitale kemi edhe shumë risi, e kemi formuar së bashku me shoqërinë edhe një portal online që quhet penzia.mk dhe aty në vazhdimsi i shpalosim informata që janë të detyrueshme për antarët, informata për gjendjen e sistemit pensional, për shtyllën e dytë, për shtyllën e tretë, si investojnë parat, ku investohen, në çfarë mënyre do me thënë vinë ato te llogaria e antarëve dhe të tjera. Pikërisht. Mund të na thoni se a planifikoni të zhvilloni fushata më të mëdha në media ose edhe projekte të themi më të gjëra rajonale për rritjen e vetdijes tek qytetarët? Ju e cekët edhe më herët se keni vizituar shkolla, sa keni mundur t'i përfshini disa qytete të vendit. Mendoni në të ardhmen edhe më tej të zgjeroheni edhe më shumë? Po, sigurisht se po, ma pas e ka një strategji për ta forcuar ndukshmërinë mediatike përmes fushatave më të gjëra kombëtare dhe ne bashkëpunojmë edhe me shtetet të tjera që e kanë sistemin njësoj si tonin, me Kroacinë, Slovakijën, Bullgarinë dhe të tjera. Jemi në vazhdimsi me ato do me thënë, organizojnë seminare, konferenca të ndryshme dhe aty shkëmbejmë informatat për deri ku jemi me sistemin. Po ashtu ka dhe organizata ndërkombëtare që jemi në pjesë atyre, jemi pjesë i OPS-it, organizatin internacionale për supervizorët pensional. Me ato në vazhdimsi kemi në vit projekte që punojmë me to. Dhe besojmë se mesazhet do të arrijnë tek qytetarët përmes mediave tradicionale dhe ato digjitale. Në kohën e fundit më shumë i japim rëndësi, i kushtojmë rëndësi mediave digjitale. Në vazhdimsi publikojmë në faqet tona në Facebook, në Instagram, në Twitter, do me thënë, kemi në përdiqëmëri informatat që do të mund sa do pak të informojmë të gjithë qytetarët për ato dilemat për shembull që i kanë në lidhje me sistemin pensional dhe ashtu edhe mund të vinë direkt. Te parku i qytetit që e ceka më herët ishte shumë interesant se ishim afër qytetarëve dhe ato kishin qasje të pyesin për çfarëdo që ju intereson. Drejt për drejt me ne. Dhe ishte interesant se kishte pyetje që ne kemi mendu se ato janë të përfshira, mirë po, do me thënë duhet sa më shpesh të mbahen ashtu ato... Keni mërë edhe sugjerime se çfarë duhet të shtoni? Çfarë duhet të shtojmë ashtu, po. Dhe mirë po, ne jemi në vazhdimsi, do me thënë, edhe të hapur me qytetarët dhe mund të na paraqiten, të vinë tek ne dhe nuk është... Keni dyert të hapura për qytetarët. Dhe si që ceka për ato digitale, do me thënë, mund të secili antar të hynë në faqen tonë të internet, në web faqen tonë, do me thënë, të mapasit, dhe me numrin am të shef se ku është antar. Do me thënë, në çdo kohë mund të ketë qasje për informim se ku është antar, se shumica do me thënë, i janë antarësuar me automatizëm dhe nuk din se në cilin fond pensional ato janë antar.
qytetar. Mund të na thoni se çfarë roli luan teknologjia? Ju e cekën se tani kjo pjesa e online dhe platformat digitale, sa luan në rol të themi? Luan rol shumë të rëndësishëm. Do me thënë, në shumë më letë të mundesh të qasesh në 24/7 dhe të kesh informata për të gjithë që të intereson. Dhe në bashkëpunim edhe me shoqërit pensionale dhe ato njësoj ka punojnë në digitalizëm dhe te faqe e tyre mund të, do me thënë, me user dhe pasfort të kesh qasje në llogarin tënde individuale, do me thënë në çdo kohë, sikurse që kemi qasje të llogarit tona bankare, ashtu edhe te këto mund në çdo moment të shohim se sa para kemi dhe ato ku investohen. Si motivoni qytetarët të themi që të mos e shohin pensionin vetëm si obligim, por edhe si investim për një të ardhme më të mirë? Ne i motivojmë përmes shembujve të qartë dhe krahasimeve, tregojmë se çdo pagesë e rregullt sot përfaqëson kapital për stabilitetin e tyre nesër. Pensioni nuk është shpenzim, por kursim që siguron një pavarësi dhe siguri në vitet e më vonshme të jetës. Do me thënë, nuk mund të shohim se ne apo e shohim se prej pagës na shkon një përqindje prej rrogës. Mirë, po ajo duhet ta kemi të qartë se ajo nuk është shpenzim, por është investim për nesër. Sado që do me thënë ne paguajmë, sado që kontribute kemi, ashtë do të gëzojmë pension në ditët në të ardhmen. E keni menduar, ne kemi edhe qytetarë të vendit, të cilët jetojnë në të diasporët. Sa kontribojnë edhe ato të themi, sa janë të interesuar të pyesin se për pensionin, për shtyllën vullnetare, kështu me radhë? Po, ka qytetarë të cilët punojnë jashtë vendit, por janë pjesë e sistemit tonë pensional. Dhe ato ashtu janë të rëndësishëm, ashtu si edhe njerëzit që jetojnë, qytetarët që jetojnë këtu. Kontributi i tyre, do me thënë, është i rëndësishëm. Ne i inkurajojmë ato të informohen rregullisht për të drejtat dhe detyrimet e tyre, se ato mund, do me thënë, në të ardhmen të marrin pension edhe prej sistemit tonë pensional, por edhe prej jashtë. Mund të na thoni se duhet të ndryshohet të përmirësohet ligji? Mendoni se janë të nevojshme për të bërë sistemin pensional të themi më tërheqës apo të ndryshohet diçka në ligj? Po, patjetër nevojitën përshtatje të vazhdueshme me praktikat më të mira evropiane. Sidomos në drejtim të rritjes së transparencës, në kontekst të investimit të shtesë, do me thënë në shtyllën e tretë, duhet më tepër të jepet aksentin në atë drejtim. Dhe është njëkohësisht është e rëndësishme dhe të krijohen mekanizma rregullor që do të sigurojnë qëndrueshmëri afatgjate dhe besim në sistem, do me thënë sa më tepër duhet të stimulohen të rritë që të kursejnë në shtyllën e tretë, do me thënë ajo do të jetë si kursim shtesë, që në të ardhmen do t'ju vjen si, do me thënë, pension plus, pension shtesë. Duhet më tepër të kemi edukim financiar, do me thënë, kjo është edhe motoja jonë të i inkurajojmë qytetarët për një kursim, do me thënë, më të mirë sot që t'i gëzojmë nesër. Mund t'i gëzojmë ne, por edhe trashëguesit tanë. Do me thënë, duhet t'a cek pa tjetër se parat e shtyllës së dytë dhe të tretë janë trashëguese dhe ato dhe në rast do me thonë të... Nëse personi ndron jetë. Ato para trashëgohen tek trashëguesit tanë. Do me thonë nuk hupen. Nëse vendosim të mirën para koha ato të hollat, mund t'i marrë qytetari? Jo, për fat të keq, jo. Do me thonë, derisa të del në pension.
Parate shtyllës së dy, do me thanë, ajo është edhe qëllimi të theksohet. Se kur i shojmë ato letrat e gjelbërta të na vinë, kur i shojmë shumë atë është mbledh dhe mendojmë, kur mund t'i marrim? Atëherë kur kemi nevojë, them. Këto janë pyetjet më të shpeshta, do me thonë që i hasin thuajse çdo ditë prej antarëve. Mirë po duhet të kemi parasysh se kjo nuk është, do me thonë, llogaria jonë bankare, por është pensionale. Ta theksojmë atë pensionale, do me thonë për çfarë kursejmë për pension, për nesër, për të ardhmen. Dhe ato nuk mund t'i marrim ato para deri në pension. Ka dallim të shtylla e tretë. Shtylla e tretë, do me thënë kursimin në shtyllën e tretë, ato para mund t'i marrim minim, do me thënë 10 vjetë para pensionimit. Momentalisht është ligji 62 dhe 64, do me thënë 62 për gra dhe 64 për meshkuj. Do me thënë i vjen se në moshën 52 vjeçare mund t'i marrim ato vetëm të shtyllës së tretë. Shpresojmë që do i arim atë moshë dhe të dalim në penzion dhe sa do pak të shijojmë edhe ne atë pjesën e penzionimit. Të kemi para shtes kur të shojmë, wow, pas kemi kursyer goxha shumë. Po, për atë dhe po punojmë, për atë dhe po kontribojmë çdo ditë për atë që të, do me thonë, nesër mos kemi së paku probleme financiare. Pikërisht për ata. Mund të na thoni se shpeshherë kemi edhe shoqata të pensioneve, pensionerëve, sa kërkojnë edhe ato për shembull ndihmë nga ju për t'ju sqaruar pensionistëve diçka kur nuk kanë të qartë ata? Po ne nuk kemi shumë, do me thonë, ne nuk punojmë më tepër konkretisht me pensionistët, ajo është më tepër puna e fondit pensional. Po, ne më tepër, do me thonë, si që thash, punojmë me të rritë, me antarët e tashëm. Po, ju keni rastisur të kërkojnë diçka ndihmë ata deri tek ju, të drejtohen deri tek ju për diçka që nuk e kanë të qartë? Po, kemi pas edhe raste të tilla, sado që mundemi ne që ndihmojmë, mirë po ajo është më tepër, do me thënë, për fondin e pjomit në Republikën e Maqedonisë. Ne më tepër ju i informojmë antarët dhe antarët e ardhshëm. Pikërisht. Dhe në fund çfarë mesazhi përcollo deri tek të rinjët, por edhe për publikun e gjerë, të themi, në kontekst të vetdijes pensionale dhe planifikimit financiar për të ardhmen? Ne çdo vjet po edhe harrova ta cek këtë se në këtë vit do me thënë, ishte 20 vjetori i reformës pensionale dhe për atë e kishim si më aktive këtë fushat. Po. Dhe mesazhi ynë ishte, do me thënë, të planifikojmë sot që të kemi një të ardhme të sigurt nesër. Më tepër akcenti dham sistemit pensional, ju treguam qytetarëve se ekzistojnë 3 shtylla pensionale, se ato para investohen, se të gjithë kemi llogarit tona individuale, do me thënë nuk pagohen se me sistemin pensional të vjetër, me sistemin shtetëror, do me thënë ne si punëtor i pagojmë pensionistët e tashëm. Ndërsa të shtylla e dytë dhe e tretë, paratë që kontributet tona shkojnë drejt në llogarin tona individuale. Dhe në çdo kohë mund të kemi informata se sa na është bërë llogaria jonë, ku investohen ato para, sa është interesi i atyre instrumenteve se ku investohen. Dhe do me thënë, ne u munduam sa do pak të informojmë qytetarët në këtë drejtim, në drejtimin e kursimit, në drejtimin e edukimit financiar dhe mendoj se arritëm deri dikun tek të rit. Ju treguam se ajo nuk është, do me thënë, vetëm penzion për të vjetrit, do me thënë të kemi parasysh se nesër kur do të punësojmë, ato nxënësit e shkollës së mesme do t'ju vjen shumë shpejt koha e punësimit dhe duhet të dinë se me pagën e parë ato fillojnë të planifikojnë të ardhmen. Të ardhmen e tyre. Të ardhmen e tyre. Dhe ma pasi është këtu për t'ju ndihmuar, për t'ju informuar dhe për të qenë partneri juaj në të gjithë, do me thënë, në këtë rrugë afatgjate, por të sigurt.
Të faleminderit të shumë, zonja Pranvera, për gjitha këto informacionet dhe mund të shfrytëzoj rastin edhe unë që mësova shumë nga kjo, u informova edhe unë nga këto tre shtyllat të kryesore të mapasit të pensionit, kështu që ajo që më brengosë më shumë që ato të hollat nuk mund t'i nxjerri. Edhe ndonjëherë kemi nevojë dhe duhet i them, a mund t'i kalojmë këto të hollat deri tek ne, për pushime të bëjmë plame. Të faleminderit të shumë për çdo projekt, për çdo gjëra të tilla që do të keni, dyerti të televizionit ton janë të hapura për juve. Faleminderit shumë Rehan për ftesën, ishte kënaqësia imja që të jem këtu mysafire e jotja. I përshëndes të gjithë shikuesit e emisionit tënd, të dëshiroj suksese në të ardhmen dhe shpresoj se do të shihemi edhe hera tjera me informacione më të reja, me projekte më të reja. Të faleminderit edhe njëherë. Shikues të nderuar, besoj që edhe ju jeni informuar për gjitha këto që i tha zonja Pranvera Suma, kështu që mua nuk më ngelet gjë tjetër, përveç se të shkoj me një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar me të ftuarin tan të radhës.